Shqipëria sot ka çdo sekond një sulm relativisht të madh ose shumë të madh ose masiv në një moment caktuar në të merrem në email. Sa më shumë që Shqipëria avancon në procesin e antarësimit në BE, aq më shumë po shtohen edhe sulmet nga jashtë forma të ndryshme. Andy Price shumë shkurt. Më jepni 25 milionë dhe unë fitoj zgjedhjet ku doni në Evropë. Është në fakt çfarë ka ndodhur në Rusi, në Ballkan. Natyrisht deklarave famshme e ministres serbe e papranueshme në çdo lloj forme, domethënë e papërgjegjshme në çdo lloj forme, skandaloze në çdo lloj forme. Ne nuk harrojmë të kaluarën, por nuk u liqemi nga e kaluara. Do të hapen një konsullat në Shkodër? Ti ke kërkuar të hapësh ambasadë, unë do kërkoj të hap ambasadë. Ti e ke me 25 vjet, unë e kem me një njerëz, vetëm me shoferin. Pas kemi parazim të mes. Interesi i Shqipërisë, interesi i Ministrisë për Evropën e Punëve të Jashtme dhe interesi im si ministër sot është të kem një përfaqësi diplomatike në luginën e Preshevës. Është diçka që kanë filluar paraardhësit e mi, është diçka për cilën unë kam qenë absolutisht dakord, dhe është diçka të cilën unë dua ta finalizoj. Nëse dikush thot po shitet Shqipëria, ju dhe unë nuk do të dilnim atje në rrugë? Këtë besojmë, çfarë besojmë, ku të lexojmë? Ku informohet rinia sot? Informohet në TikTok apo lexon Le Monde? Ky është rreziku i madh. Ky është fimi në Shqipëri.